Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studio kam nderin të kem drejtorin e drejtorisë arsimore rajonale Shkodër, zotin Kadri Ymeraj. Mirëmëngjes zoti Ymeraj, mirë se keni ardhur në programin tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën që ne të bëhemi pjesë e këtij emisionit jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe jashtëzakonisht njekur nga qytetarët shkodranë Magjer, dhe ajo që është e rëndësishme është edhe momenti kur ne jena të ftuar të studio në prak fillimit të vitit të ri shkollor. Ka dhe 3 ditë viti i ri shkollor. Natyrisht dëshirojmë t'i paraprim një urim i shumë të bukur për të gjithë ata që i drejtohen shkollave. Aty ku patjetër do të lexohet mirë se erdhët nxënës të dashur. Natyrisht le të bashkohemi ditë më përpara me këtë urim duke uruar mbarësi të gjitha. Një vit të mbar me suksese, me rezultate. Në fakt, si fillon ky vit i ri shkollor? Ne na ndajnë edhe 3 ditë për të filluar viti i ri shkollor, por ne për të përgatitur situatën që ky vit i ri shkollor të filloj mbar dhe të jetë një vit i suksesshëm për të gjithë, ne kemi kohë që kemi përgatitur, kemi filluar përgatitjet dhe këto ditë kanë qenë mjaft intensive si për kolektivat mësimore, si për 2 njësitë e qeverisjes vendore, ashtu edhe për Darin, në mënyrë që secili në rolet e veta, në përgjegjësitë e veta të punojnë dhe kanë punuar me jashtëzakonisht intensitet për të patur një situatë të përmirësuar, një situatë të gatshme për një startim të marrë të këtij viti shkollor. Meqense drejtoria arsimore rajonale Shkodër ka një shtrirje të gjerë, këtij intensiteti që ju sapo thatë i bashkangjiten numra të shumt, klasa, shkollash, ambientesh, mësuesish, nxënësish, të cilët në një farë mënyrë edhe mund të mësojnë tani apo jo? Në këtë vit shkollor, Dar Shkodër ofron shërbimin për rreth 26.000 nxënës, sigurisht të niveleve të ndryshme, dhe në 129 shkolla, ku lën të theksohet numri i nxënësve që do vinë për herë të parë në klasën e parë, që janë rreth 1750 nxënës. Shifra natyrisht të shumta për të përballuar vërtet një betejë për të nisur, apo jo? Në fakt, cilat janë sfidat e këtij viti të ri shkollor dhe sa mendoni të përballueshme janë ato? Ne një pjesë të këtyre sfidave kemi filluar t'i përballojmë që në momentet e parapregaditjeve, sepse në intensitetit që tham për të filluar marrë të vit shkollor, ishte një intensitet për të kryer një sër detyrash të cilat janë të lidhura me risi të këtij viti shkollor, që nga shpërndarja e teksteve shkollore, që është një angazhim jashtëzakonisht serioz i gjithëve, por si vjet me risin e shpërndarjes falas të këtyre teksteve për klasën e parë të 4 dhe një kategori tjera të përsaktuara me VKM, dhe ajo që duhet thuhet në terma të përgjithshme, pra rreth 50% e nxënësve të arsimit parauniversitar si vjet marrin tekste falas. Në të vërtet, një fakt që është vënë re në ndryshim nga vitet e shkuara, përveç kontingjentit që marrin falas dhe siç duket akoma nuk kanë përfunduar në shpërndarje sipas informacioneve që kam, tekstet e tjera shkollore kanë qenë të gatshme që prej javëve të fundit dhe besoj nuk ka probleme, tensione, rrallash, mungesa e tjerë. Ne kemi monitoruar situatën të përditshme, jemi në një situatë të kënaqshme shpërndarjes tekstit, si për tekstet falas, ashtu edhe për pjesën tjetër të teksteve. Sigurisht që mënyra e shpërndarjes, e organizimit, kontributi edhe distributorëve, mirë organizimi i punës, ka quar në atë që mos ketë rralla, dhe pretendoj që në datën 17 të gjithë nxënësit të jenë pajisur me tekste shkollore. Natyrisht që të kesh tekstin është, si thuash, buka e parë mbi tavolinë, në tavolinën e punës të nxënësit, por më pas betejat, sfidat e vitit shkollor janë natyrisht të shumta, apo jo? Po, ky vit shkollor ka sfida të shumta, ka dhe risi,
Dhe sfida e parë me cilën do përballemi është kurrikula e re, e cila si vjet vetëm te klasa 5 është në pilotim, në të gjitha klasat e tjera pra ka përfunduar shtrirja e kësaj kurrikule, ku vlen theksohet kurrikula e gjimnazit e klasës së 12, që do jetë një kurrikul komplet e re, një kurrikul që ka më shumë lanë me zgjedhje, dhe kjo është një formacion i cili do jetë shumë lehtësues për orientimin e karrierës së vetë fëmijëve që në momentin e shkollimit, pra që në këtë klasë fëmijët nëpërmjet zgjedhjeve që kanë realizuar do jenë shumë më të përgatitur për të nesërmen dhe do jenë në një situatë më të favorshme për të patur preferencat e tyre pjesë të gjithë zhvillimeve shkollore. Ti marri me radhë këto dy klasa që ju sapo përmendën, klasën e 5, ta? Jo, klasa e 5 si vjet është me kurrikulën e vjetër, pra vetëm në dy shkolla pilotohet kurrikula e re. Ku konsiston? Atëherë në ciklin fillor, që kemi me 5 klasa, kurrikula ka marru kurrikula për 4 klasat e para. Dhe me kurrikulën e re do përfshihet si vjet edhe kjo klasë. Dhe me marrimin e kësaj klase në vitin e ardhshëm, pra në gjithë sistemin arsimor aplikohet kurrikula e re shkollore. Ndërsa për maturantët sapo thatë që ka më shumë lëndë me zgjedhje. Krahasimisht pra me kurrikulin e vjetër që ishte. Sa të përgatitur janë maturantët për këtë ndryshim? Si ka ardhur natyrshëm kjo? Ndryshimi është lançuar që në dhjetor të vitit kaluar, dhe gjithë kjo periudhë ka shërbyer për plotësim formularësh, preferencash, kemi bërë edhe informim të maturantëve, dhe besoj që paktën ma që na raportojnë drejtorët e shkollave, në gjithë shkollat kemi një sistemim të mirë të preferencave të nxënësve dhe shkollat u kanë shërbyer atyre në gjitha rastet me preferencat që ata kanë patur të listuara. Pra, siç po kuptoj, çdo klas ka hapat e matur drejt finalizimit në maturën shtetërore për të nisur më pas drejt një specializimi të veçantë në shkollën e lartë. Pra, ajo që është themelore është që këtu nxënësit orientohen për të ardhmen e tyre. Pra, e thanë ndoshta që këtu fillon për zgjedhje dhe e degës së fakultetit, ku ata nesër do jenë pjesë. Po. Ndërkohë do desha të ndalem në një aspekt tjetër, jo thjesht organizimi, por edhe ecurie në mbarsinë e ditës shkollore. Në fakt, Shqipëria, vendi ynë, natyrisht edhe zona jonë, ndeshet me fenomenin e zvogëlimit të klasave, të braktisjes, mbylljes së disa klasave, shkollave, klasave kolektive, të cilat tashmë janë lançuar edhe nga Ministri i Arsimit Zoja Nikolla. Si është ky fenomen në zonën tonë? Atëherë, ne sigurisht për arsye që dihen tashmë, braktisja e shkollës në darjen e Shkodrës nuk është një problem, sepse në vitin e kaluar vetëm 21 nxënës kanë braktisur atë nga 26 nxënës. Por migracioni, emigrimi dhe lindjet kanë kriju problematika në numrin e nxënësve në këtë vit shkollor, po jo në këtë vit shkollor, se për vit kemi patur rënje të numrit për hir të këtyre elementeve dhe treguesve. Sigurisht që mësimi me klasa kolektive është prezent edhe në qarkun e Shkodrës, por ajo që duhet të adresojmë është mënyra se si po punojmë ne për të adresuar këtë problem dhe për t'i dhënë zgjidhje sa më të efektshme gjithmonë në shërbim të nxënësve. Ne do ta shohim këtë në dy drejtime dhe kemi punuar dhe jemi akoma në proces në atë që në shumicën e nxënësve ne do pretendojmë që t'i transferojmë në shkolla ku ata do bëjnë mësim me klasat veçanta. Dhe për një pjesë që nuk do jetë e mundur, sigurisht Ministria e Arsimit, Drejtoria Arsimore, shkollat, drejtoritë e shkollave, vetë mësuesit do kenë një qasje të re, janë përgatitur module trajnimi për të gjithë mësuesit që do vazhdojnë të jenë mësues të klasave kolektive, do kemi rrjetin profesional të këtyre mësuesve, gjithashtu do zbatohet në gjitha shkollat një program leximi, i cili ka filluar që vitin e kaluar, dhe sigurisht do ofrojmë për ta metoda bashkëkohore, sepse ky fenomen nuk është vetëm shqiptar, pra ka edhe vende shumë zhvilluar si Franca, që ka një numër të konsiderueshëm
klasash kolektive dhe ne do ofrojmë edhe ato modele dhe sigurisht do pretendojmë që edhe nëpërmjet platformave online të komunikojmë me ata fëmijë të cilët e kanë të pamundur për arsye infrastrukture, largësie etj, pra që ne të i përfshijmë ata në klasa të veçanta. Pra ne nuk do realizojmë mbyllje shkollash sepse shpesh është keq interpretuar, por ne do transferojmë si për shembull Fieri ose dikush ndonjë rreth tjetër që i ka zvogluar këto ne gjithë po punojmë në drejtim, por ne po bëjmë transferimin e nxënësve gjithmonë me mirëkuptimin e njësive të qeverisjes vendore. Kemi një bashkëpunim të mirë për këtë element edhe me të dy bashkitë që ne mulojmë, por edhe vetë prindrit, vetë komunitetin e prindve dhe sigurisht edhe një element tjetër që ne kemi detyrim të pa kontestueshëm, pra është edhe sigurimi i vazhdimësisë së punës së mësuesve në sistem. Pra gjitha këto së bashku ne na bën që të adresojmë problemin. Ne po merrem me adresimin e problemit dhe ne shohim se ky lloj adresimi është pa kosto, pra kosto sociale, sepse një kosto do ketë transporti këtyre fëmijëve. Këtu desha të ndalesha, çfarë kushtet i ofrohen këtyre fëmijëve që natyrisht janë në fshatra, janë në zona të thella, janë në kushte të vështira komunikimi, qoftë edhe në dimrin. E gjithë ajo strategji që ne po ndjekum është dhe kemi hartuar me kohë studimin me të gjithë elementët që ka një studim dhe ne po i marrim me radhë. Shohim aty ku mundena me siguru për gjithë këtë kategori fëmijësh, pra transport dhe siguri, ne do i dërgojmë ata në shkolla më qendrore aty ku ata do bëjnë mësim si gjithë bashkëmoshatarët e tyre në klasa të veçanta. Por nuk përjashtohet mundësia dhe një numër i të kufizuar përsëri të klasave kolektive në disa zona të pamundura për të realizuar. Dhe me ato ne do kemi një qasje komplet të re që besoj që ky fenomen do jetë në një status të ri dhe ky status që do ketë ky fenomen besoj që do jetë gjithmonë në favor të fëmijëve, në favor të cilësisë së mësimdhënies dhe mësimdhënies në atë shkolla. Një ndër të veçanta do thosha që është përmendur që vitin e shkuar shkollor është shkolla qendër komunitare. Si do të jetë Shkodra në këtë qasje? Shkolla qendër komunitare nuk është risi e së vjetme, ne ka shumë vite që ne kemi shkolla që kanë plotësuar standardet dhe i kemi përfshirë tek projekti i shkollës qendër komunitare. Ne kemi ardhur duke e zrritur këtë numër dhe duke plotësuar standardet të shkollat i kemi përfshirë tek projekti. Ne kemi rreth 22 shkolla të përfshira në projekt, por ajo që është risi për si vjet është se këtyre shkollave nëpërmjet një shërbimi të ri bëjmë detyrat e shtëpisë, do i shtohen edhe 5 shkolla të tjera, të cilat janë pjesë integrale e gjithë kësaj shkolle si qendër komunitare dhe besoj që ky projekt i ri i iniciuar nga viti i kaluar në 4 qarqe, si vjet do jetë prezent edhe në Shkodër. Ne kemi zgjedhur 5 shkolla për ta filluar, për ta startuar dhe shpresojmë kemi shumë indicie pozitive në momentet fillestare të komunikimit me prindrit, pra ka një dëshirë të prindve, ka një mirënjohje dhe shohim dhe ecërin. Ne do krijojmë gjithë infrastrukturën e duhur për të funksionuar mirë, fëmijët do rrinë edhe 3 orë të tjera në shkollë, pra do realizojnë 2 orë që do merren me detyrat e shtëpisë dhe 1 orë do jetë aktivitet. Gjitha këto do organizohen, do programohen nga shkollat në formatin siç shkollat do të ketë mundësitë dhe nevojat për të organizuar. Ju thatë që janë 5 shkolla. Cilat janë këto shkolla? Shkolla Skënderbej, shkolla Xheladin Fishta, shkolla Ali Laçi, Dëshmorët e Prishtinës dhe Didur. E pas keni ndarë ashtu si çdora ndahet me gishtërinë të jemi përpjekur që të përfshijmë të gjithë pjesë sensibile dhe sigurisht do ishte mirë që të kishim edhe në disa shkolla qendrore dhe që i kena me numër të konsiderueshëm të nxënësish, por sistemi i dy turnesh ne nuk na lejon hapësirë, por ne do përpiqemi që edhe aty të gjejmë një mundësi që këtë projekt ta shtrim edhe në këto shkolla. Në fakt,
unë kam kontaktuar dhe mësues në shkollat të cilëve do të implementohet ky projekt. Dhe ai, si thua, meraku i një mësuese që jep mësimet që nga ora 8 deri në 12 lëndët mësimore dhe më pas ja përcjell një mësuese tjetër. Është si do të jetë ky bashkëveprim, sepse mësuesi që e merr në 3 orë të tjera natyrisht duhet të jetë i afjatuar me klasën, me mësimet, me detyrat, me brandin, dhe jo thjesht në një ecuri krejt të lirë të nxënësve, apo jo? Ne jemi në vitin e parë të implementimit dhe sigurisht që ne do ofrojmë asistencë për gjithë këtë lloj bashkëpunimi dhe pa atë lloj bashkëpunimi ky projekt nuk do jetë i suksesshëm. Mësuesit janë shumica me një përvojë të mirë në mësimllanie, pra do kemi pak mësues të ri, pra shumica do jenë mësues të sistemit, të cilët do angazhohen në këtë projekt dhe mënyra e bashkëpunimit nuk është e re për ta, por këtu sigurisht ky lloj bashkëpunimi do jetë mjaft i organizuar, sepse nëse nuk ka një bashkëpunim të tillë dhe puna nuk do orientohet aty ku fëmis i duhet ndihma dhe mbështetja, dhe ky lloj shërbimi nuk ka efektin që ne kemi pretenduar dhe pretendojmë që do jetë shumë i madh në gjitha aspektet, po edhe ajo që është e rëndësishme, pretendoj që fëmijët nëpërmjet këtij projekti realizojnë të gjithë përgatitjen në shkollë. Dhe pjesa e familjes do jetë pjesë tjetër e organizuar dhe menaxhuar ndrysh nga familja me fëmijët e tyre, sepse në shumicën e rasteve të gjithë problematikat e përgatitjes për ditën e nesërme do përfundojnë në shkollë dhe mas së shkojmë edhe drejt asaj që fëmijët nuk do mbartin më edhe çanta. Diçka e bukur megjithatë nga ora 8 pa pak deri në 2-3 një kohë gjatë. Apo ja? Atëherë ne në orën 11:30 që përfundon mësimi i paktën për arsimin fillor, sepse ne këtu do fillojmë në muajin e ardhshëm. Pra ne do organizojmë një pushim rreth 1 ore ku fëmijët mund të konsumojnë edhe diçka, një ushqim etj, janë përgatitur dhe infrastruktura që ata me kanë në mjediset përshtatshme për ta konsumuar këtë ushqim, dhe pastaj do kemi 3 orë, të cilat janë 2 orë studim dhe 1 orë aktivitet. Ushqimi do të merret në çantë nga shtëpia. Po, kështu, ne do bashkëpunojmë dhe me pushtetin vendor dhe me organizata të ndryshme, nëse do kemi një partneritet për të ofruar në një nimë edhe të tillë, nuk është keq ndoshta edhe për një kategori fëmijësh që mund të jetë më të nevojshëm. Diçka natyrisht interesante që pret të krijojë një praktikë të re mbase dhe le të shpresojmë që të ketë rezultatet e saj, ndërkohë që le t'i kthejmë një pamje tjetër. Është pamja fizike, gjendja fizike e shkollave. Shpesh në media edhe në ditët e shkuara, përveç shkollave të qytetit, të cilat për hir të së vërtetës shndrisin nga përgatitjet, nga klasat, por edhe shkollat e fshatit me angazhimet e mësuesve të cilat janë mjaft të interesuar, por ka edhe shkolla të cilat nuk e di sa problematike i quani ju, si është kjo panoramë fizike e gjendjes lokaleve shkollore. Infrastruktura shkollore sigurisht që është një ndër shqetësimet dhe një ndër angazhimet për ta patur në eficiencë plot që ditën e parë shkollës. Angazhimi ka qenë i hershëm, pra që në mbylljen e vitit shkollor ne kemi programuar mundësitë e sistemimit të problematikës dhe adresimit tek qeverisja vendore, dhe për hir të së vërtetës në shumë shkolla ka patur ndërhyrje nga të dy njësitë e qeverisjes vendore. Në njësinë e Bashkisë Shkodër janë ndërhyrë në 29 objekte shkollore dhe në njësinë e Bashkisë Valdejës ka patur një ndërhyrje që, them të drejtën, nuk e di që ketë merr një shkollë pa patur ndërhyrje dhe pa patur një infrastrukturë përmirësuar. Unë vlerësoj nga ajo që ne kena monitoruar në terren që kemi një situatë shumë përmirësuar, por nuk mund të them që ne nuk kemi objekte shkollore të pa amortizuara, sepse vitet bajnë punën e tyre, ndërhyrja nuk mund të bëhet në gjithë objektet njëherësh, por
ajo që është e rëndësishme është të themi që në fillim të vitit shkollor, pra datën 17, shkollat do jenë gjitha të gatshme për të startuar vitin shkollor. Ju përmendët se ka dhe probleme. Cilat shkolla quani më problematike që i keni në projektet e saj? Ne kemi rreth 16 shkolla që kanë nevojë për ndërhyrje, cilat i kemi adresuar të pushteti vendor, kemi komunikuar edhe me Ministrinë e Arsimit, edhe nëpërmjet prefekturës me kryeministrinë, pra i gjithë raporti për gjendjen e këtyre shkollave është depozituar në organet përkatëse dhe sigurisht bashkitë kanë projektet e tyre. Nga ajo që kemi komunikuar edhe zyrtarisht me Bashkinë Shkodër, janë edhe disa shkolla që deri në fund të këtij viti janë projektuara për të ndërhyrë, por mbeten rreth 16 shkolla që kanë nevoja për ndërhyrje, ndërsa shkolla që paraqesin rrezik për të mos filluar viti shkollor nuk kemi. Ka shkolla që kanë një infrastrukturë më të ranuar dhe kanë nevojë për një ndërhyrje më decizive. Ne kemi shkollën Jordan Misja, një shkollë e madhe me një numër të madh nxënësh që ajo ka nevojë të projektohet në një rekonstruksion të plot. Bashkia ka planifikuar një ndërhyrje, por besoj që ajo shkollë me atë numër nxënësh dhe me çfarë vlerësojmë ne, ka nevojë për një ndërhyrje të plot. Shkolla Haxhi Hajdari, megjithëse bashkia ka ndërhyrë me Çatin, me eliminimin e lagështirës, edhe ajo ka nevojë për një ndërhyrje më të plot. Kemi shkollën Kier, për hir të mos patjes së një shkolle, ne ka 2-3 vite që zhvillojmë mësimin në një ambient privat dhe aty ka nevojë për një objekt të rikonstruktuar. Këto janë më problematiket. Pastaj gjërat vogla për cilat po punojmë për ditë, edhe vetë mësuesit, bordet e shkollave po kontribojnë më sa kanë mundësi për të ndrequr e më tepër tek lyrja, tek pastrimi, sepse edhe ajo pjesë është shumë e rëndësishme për të patur mjedise përshtatshme. Ndërkohë përsëri një pamje tjetër, ajo që ka të bëjë me kualifikimin e mësuesve, me përgatitjen e tyre për këto sfida të reja, kurrikula të reja, për këtë qasje që ky vit i ri shkollor kërkon. Tashmë kualifikimi i mësuesve është një organizëm i mirë strukturuar. Ne tashmë kemi rrjetet profesionale mësuesve, cilat janë në veprim, kemi ato departamentet lagënore brenda shkollës, por kemi edhe pjesën tjetër të kualifikimit, e cila është një pjesë e organizuar nga agjencitë e akredituara për modulet ndryshme, ku vetë mësuesit aplikojnë nëpërmjet një sistemi online për nevojat që kanë, dhe kjo është një mënyrë jashtëzakonisht e mirë për ta marrë të shërbim, për ta marrë jo fiktivisht si dikur, por për ta marrë të shërbim në formatin e krediteve, të cilat janë kredite që formojnë mësuesin. Ne në këtë fillim viti sigurisht që të gjithë këto organizma janë vend dhe do të vehen në lëvizje për të patur një bashkëndarje përvojash për të startuar dhe për të përballuar këto sfida, të cilat nuk janë të lehta, por për fatin e mirë Shkodra ka mësues mjaft cilësor, dhe nëse ky bashkëpunim dhe këto organizma do funksionojnë mirë, shpresoj që gjithë atë çfarë mësuesit kanë nevojë në këtë zhvillim profesional ta kemi prezent në gjithë shkollat e Shkodrës. Meqenëse se kërkohen vazhdimisht ritme, kurrikula, qasje bashkëkohore, sa i përshtatet dhe i përgjigjet baza laboratorike, ambientet e shkollës për të organizuar vërtet një mësim që ka këto kërkesa? Ne për vit kemi përmirësim të laboratoreve, pra situatës e laboratoreve në shkolla. Nuk është se gjithë shkollat kanë laboratore, shkence etj, por ajo që ne kena orientuar është që gjithë laboratoret që vinë ne i adresojmë tek shkollat me një numër më të madh nxënësish, pra aty ku kemi një përqendrim të numrit nxënësve, por ajo që ne po shohim te shkollat është mënyra se si mësuesit po transmetojnë tek fëmijët në rrugë digjitale shumicën e marrëdhënies, pra interaktivitetit në klasë, dhe kjo është një ndërqasjet e mira, përveç asaj që ne kemi të mësuarit digital në 3 gjimnaze që janë përfshi shumica e nxënësve të atyre shkollave, por
edhe bashkëveprimi nëpërmjet e tuiningut të mësuesve tonë me mësuese në një rrjet ndërkombëtar, po jep efektet e veta të shkëmbimit përvojave, të cilat të gjitha vehen në shërbim të zgjedhimit më cilësor të mësimit në shkolla. Përmendet qasjen digjitale, diçka që tashmë është një nuk është diçka e prekshme, pra çdo gjë është, por si vjet do të zbatohet heqja e celularëve në shkolla. Si shihni ju këtë zbatimin e këtij rregulli? Kjo është një sfidë dhe risi e këtij viti shkollor, ka një urdhër të Ministrisë së Arsimit, cilën ne e kemi përcjellë tek drejtorët e shkollave. Ata në këto ditë kanë komunikuar me të gjithë aktorët që duhet, pra me komunitetin e prindve, me mësuesit, dhe nga dita e parë e shkollës në shkolla nuk do ketë më celular, as nga nxënësit dhe as nga mësuesit. Pra, për nxënësit do jetë e ndaluar rreptësisht, pra shkuarja në shkollë me celular, ndërsa për mësuesit do jetë e ndaluar rreptësisht përdorimi i celularëve në mjediset e shkollës. Pra, vetëm në sallën e tyre. Në gjitha rastet janë parashikuar penalitete për ata që thyrojnë të rregulla, dhe sigurisht do moderohen edhe nëpërmjet rregullorëve të brendshme të shkollave mënyra se si do veprohet. Por urdhri i ministres dikton mospatjen e celularëve në procesin mësimor. Dhe kjo e vlerësuar edhe nga opinioni publik, nga ajo që ne feedbacku që kemi marrë, vlerësohet shumë pozitive, sepse kemi një qasje jashtëzakonisht pozitive të kohës dhe angazhimit të fëmijëve në procesin mësimor, gjithashtu edhe të mësuesve. Pra, ne realisht kemi patur dhe mësues që në një moment veçantë kanë thyrë ato normat e etikës, e të sjelljes e tjera, duke përdorur në momente të veçanta celular, e cila është ba premisë që fëmijët pastaj të rrjedhin dhe probleme mbasa dhe fenomene të tjera. Zoti Ymeraj, dua t'ju pyes edhe për kategori të tjera sociale, siç janë komuniteti rom dhe egjiptian. Çfarë kujdesi ose qasje të veçantë do të ketë për këto kategori ky vit i ri arsimor? Është një vëmendje e përhershme, një vëmendje për cilën ne nuk rreshtim për ta patur për këtë kategori. Kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve në Bashkinë Shkodër, me mjaft organizata që ata ndihmojnë, pra mbështesin këto fëmijë, por ajo që ne po bëjmë realisht është momenti i parë i duhur është regjistrimi i tyre në shkollë. Pra ne nëpërmjet njohjes së problematikës në terren kemi evidentuar të gjitha rastet e fëmijëve të cilët janë në situatë rruge, dhe në bashkëpunim me njësinë e mbrojtjes së fëmijëve ne kemi bërë të mundur evidentimin dhe kemi bërë organizimin e tyre duke i atashuar, pra duke i vendosur dhe regjistruar në shkolla. Ne kemi rreth 9 shkolla ku ne kemi vendosur këta fëmijë që të njekun mësimin, dhe do kenë për herë mbështetjen tonë, mbështetjen e bashkisë dhe organizatave të cilat asistojnë vazhdimisht këtë proces, dhe shpresojmë që të kemi një numër më të rritur të fëmijëve në shkollë, por edhe një shërbim më cilësor ndaj tyre. Sigurisht që për këtë kategori libra do jenë falas, dhe ajo që është e rëndësishme, shohim që me atë çfarë ne jemi investuar te kjo kategori, na është shpërblyer, sepse ne tashma po kemi një kontingjent nxënësish edhe në shkollat e mesme nga fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptian. Dhe kemi një shkollë të nëntëvjeçare të arsimit të pjesëshëm, ku kemi një numër të madh të regjistruar dhe kanë një ecuri të mirë. Ndërkohë përsëri një kategori me shumë probleme janë fëmijët e ngujuar. Çfarë mund të thuhet për ta? Si do ta ndjekin ata procesin mësimor? Fatmirësisht deri tani nga informacionet që kemi nga drejtoritë e shkollave nuk kemi asnjë fëmijë që të na rezultojë që për shkak të gjakmarrjes nuk do frekuentojnë shkollën.
Në Shkodër apo në zona? Në Shkodër dhe në zona. Kjo jo e dokumentuar zyrtarisht, sepse ne do na binë ditën e 2-3 shkollës, do na binë të sakten, sepse ndoshta atë ditë mund të diktohet edhe mosardhja në shkollë, por nga komunikimi, nga ajo çfarë ata gjatë regjistrimit kanë vërejt, nuk kemi asnjë rast të raportuar që fëmijë për shkak të gjakmarrjes nuk njekun shkollën. Duhet nalem këtu sepse shpesh ky problem është diskutuar me shifra dhe abuzohet, sepse unë baj qëndrimin për fëmijë që nuk frekuentojnë shkollën, mund të jenë gjakmarrje, familja etj, por fëmia frekuenton shkollën. Dhe unë trajtoj vetëm rastet dhe flas vetëm për rastet kur fëmijë për shkak të gjakmarrjes nuk frekuentojnë shkollën. Unë nuk them që s'ka familje në gjakmarrje. Ajo pjesë tjetër. Nga statistikat e mia, nga statistikat e shkollave, më rezulton që deri tani për fatin e mirë nuk kemi asnjë fëmijë në këtë fenomen që nuk frekuenton shkollën. Por ne jemi të strukturuar tashmë, është një përvojë jo e re për Darjen e Shkodrës, që në rastin e shfaqjes së këtij fenomeni ne t'i ofrojmë shërbim shumë cilësor në familje. Kemi programe të gatshme, kemi shkolla të cilat kanë menaxhuar mjaft mirë këtë fenomen, por pretendoj që dhe shpresoj që të mos kemi, po të kemi, ne jemi të gatshëm të ofrojmë mësim në shtëpi si gjithë bashkëmoshatarëve të tyre. Zoti Mera, çdo gjë ka një nisje, ka edhe një finish, do thosha, starti dhe finishi i këtij vitit shkollor që po nisim pas 3 ditësh. 2018-2019. Si e mendoni për mbërritjen në finishin? Çfarë do të synoj ky vit i ri arsimor? E gjitha kjo që tham, ne nuk tham gjitha sepse ka shumë të tjera risi, shumë të tjera sfida, e gjitha kjo përballje, e gjitha kjo që pretendojmë të implementojmë në këtë vit shkollor, do jenë jo vetëm sfidë, po do jenë edhe kënaqësi finale kur të gjitha do japin rezultatin e vet. Ne kemi patur në vazhdimsi rezultate të mira, jemi në rrethet që vazhdimisht te gara ne kemi qenë te pararoja, por në universitete dhe për gjithë matësit e jashtëm, sepse ajo është e rëndësishme, jo për qinje tjera, sepse këto janë rezultate që shpesh tregues që nuk janë themeli i gjithasaj që ne mund të vlerësojmë një sistem, pra ka tregues të tjerë, tregues të jashtëm, të cilët janë shumë të vlerësueshëm dhe për Shkodrën rezultojnë si matura shtetërore, provimet e lirimit, PISA, të gjitha këto janë tregues mjaft të kënaqshëm për Shkodrën dhe pretendojmë që ky vit shkollor ne të na ofrojë një situatë shumë më të mirë dhe me objektiva të qarta të çdo shkolle, çdo institucioni shkollor dhe të vetarit, pretendojmë që ky vit ketë një rritje cilësore, sepse gjithë ky shërbim, gjithë ky investim që ne kemi vënë në dispozicion të procesit, se s'ban do ketë një feedback pozitiv dhe në finale do jemi gjithë të kënaqur me çfarë kemi arritur. Zoti Mera, i bëjmë kështu në këtë mëngjes shkodran një panoram të gjithë asaj pune, të gjithë asaj përpjekje që dele që me 17 shtatorin, pas 3 ditësh për të gjithë sistemin tonë arsimor para universitar, natyrisht përpjekje, sfida, risi, çdo gjë për të kapërcyer, natyrisht në mëngjes Shkodër do të jetë gjithmonë pranë të gjitha këtyre fenomeneve, përpjekjeve, lëvizjeve, rezultateve për t'i pasqyruar dhe natyrisht sepse me arsimin është e lidhur pothuajse pjesa më e madhe e popullsisë, pothuajse çdo familje ka një fëmijë në shkollë ose ka qenë patjetër në shkollë antarët e familjes, ndaj problemet e arsimit janë të prekshme. Ndërkohë armata e madhe arsimtarëve, e nxënësve, e prindërve, të gjithë janë sy e vesh për të filluar mbar një vit të ri arsimor. Nga ky mikrofon do të desha t'ju uroj
përzemërsisht të gjithëve. Mbarsi në betejën e madhe të një viti të ri arsimor, me përpjekje, me hapat e parë të fëmijëve që shkojnë për herë të parë në shkollë dhe atyre që maturohen, por edhe të gjithë këtij lumi të madh të nxënësish dhe mësuesish e prindërish që janë interesuar. Ju falenderoj shumë që erdhët, që ndatë kohën tuaj të sotme, shumë të vyeshme në këtë mori problemesh që keni deri të hënën për të nisur